marrëveshja është larg për shkak të mënyrës se si ka rrjedhur ngjarja deri tani, po edhe për shkak të mënyrës se si Irani në vetvete ka të pushtet që ka. Situata ekonomike në Iran nuk është e mirë. Për ata që janë, po themi, popullsia atje, edhe përpara se të ndodhte konflikti, nuk është se situata ekonomike ishte mirë. Nëse mbani mend, fillim vitit pati protesta masive që ka pasur me 10.000 vrarë në radhë të protestuesve, dhe ka qenë protesta të cilat kanë qenë ndodhur për shkak të inflacionit lartë, për shkak të mungesave të energjisë, pra është shumë element të një krize ekonomike në Iran që në fillim të vitit. Dhe tani nuk duhet harruar që tashmë po bëhet 1 muaj e gjysmë, 2 muaj që ka filluar kjo luftë, dhe që nga fillimi i luftës janë shkaktuar dëme jo vetëm në infrastrukturë, po njëkohësisht Iranit janë bllokuar dhe të ardhurat që kishten nga shkitja e naftës, dhe njëkohësisht janë bllokuar dhe fonde nëpër banka në të cilat kanë qenë fondet iraniane. Pra, bankat që kanë qenë për shumë në vendet e Xhirit janë bllokuar për shkak të kërkesave që ka bërë restriksionet që ka vendosur Shtetet e Bashkuara. Dhe nuk janë bllokuar vetëm ato që janë në tregtia e naftës, por është bllokuar njëkohësisht tregtia në total. Pra, bllokada nuk ka të bëjë vetëm me naftën, por ka të bëjë edhe me produkte të tjera të industrisë së rëndë apo industrisë së lehtë. Edhe gjitha kjo pastaj e çon situatën ekonomike shumë të vështirë. Por për një regjim diktatorial siç janë ata të Iranit, nuk është se kanë problem shumë të madh që populli vuan, nuk e kanë problem për shembull që edhe nëse populli të ngeli pagukët dhe të dalë rrugëve të kthejnë armët kundër popullit, sepse kanë demonstruar një gjë të tillë. Kështu që situata realisht mund të zgjasë për një kohë më të gjatë se sa mund të mendohet. Ai është e parashikuar nga fillimi, derisa mund të shkojë keq fare ana ekonomike në Iran.